Sipas ligjit për trafikun rrugor të Kosovës, ndajush është regjistruar një shkelje në trafik dhe është lëshuar gjobë. Këso mesazhe qytetarët e Kosovës pranuan shpesh së fundmi. Një numër i panjohur po u dërgon atyre njoftime kinse nga policia se janë të obliguar të paguajnë gjoba trafiku. Mirëpo vetë policia e Kosovës ka alarmuar për këto mesazhe duke i konsideruar ato si mashtrim. Policia e Kosovës thekson se nuk ka dërguar mesazhe të tilla si dhe u bëjmë thirrje qytetarëve që të mos klikojnë në asnjë link të dyshimt, të mos japin të dhëna personale apo të kartelave bankare, të mos kryejnë pagesa përmes këtyre linqeve, të fshin menjëherë mesazhet mashtruese dhe nëse kanë kryer ndonjë pagesë përmes këtyre linqeve, menjëherë të raportojnë rastin në bankën ku janë klient dhe të kërkojnë anulimin e pagesës. Po ashtu, rasti duhet të raportohet edhe në stacionin policor më të afërt. Ish-drejtori i policisë Reshat Maliqi thotë se ky institucion ka kapacitetet e nevojshme që ta hetojë prejardhjen e këtyre SMS-ave. Jemi bindur që njësiti e cili ekziston në kuadër të policisë Kosovës që merret me hetimin e këtyre krimeve, jemi bindur që shpejti do të dalin edhe ta vërtetojnë prejardhjen e tyre dhe të vërtetojnë kush janë ato persona që përcjellin mesazhe të tilla që të qytetarët me të drejtë edhe sjellin një shqetësim. Mirë po sqarimi i policisë që ju ka dhënë qytetarëve është i mirë pritur dhe i mirë se ardhën. Kurse eksperti i sigurisë kibernetike vlerëson se duhet ndërgjegjësim më i madh i shoqërisë që mos të hapin fare mesazhe të tilla. Atëherë dhe policia e Kosovës duhet të ndërveprante së bashku në këtë rast me operatorët e telefonisë mobile për të marrë masat respektive për ndalimin e shpërndarjes të quajtur bulk message, do thotë kur mesazhet e tilla në mënyrë masovike shpërndahen tek shfrytëzuesit findor. Normalisht që policia mund të arrijë të identifikojë në masën të konsiderueshme, por kjo do të varet nga resurset momentale. Këso mesazhe qytetarët e vendit ka raportuar në vazhdimsi.